لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall për begatit dhe mirësitë që Allahu Azza wa Jall na nderoi. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall për çdo mirësi që Allahu Azza wa Jall na begatoi me ta, të na ban mirënjohës dhe falënderues ndaj Atij. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste me mësime nga tërmet, duke lutur Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na ruan nga çdo sprovë. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që vëllezërit tanë që janë sprovu me këtë sprovë të madhe, Allahu Azza wa Jall ata që i ka morë t'i lartëson në shkallat më të larta të xhennetit të Tij. Të lënduarit Allahu Azza wa Jall t'i shëron, familjarët Allahu Azza wa Jall t'i ban durimtar që t'i gëzon ditën e takimin me familjarët e tyre. Dhe do të ndershëm transmeton Ebu Hurajra që këtë hadith e ka nxjerrë Imam Buhariu në Sahihun e tij dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: nuk ndodh dita e Kiametit para se të ngritet dituria. Në komentin e ngritjes së diturisë dietar kanë thonë: ngritja e diturisë do të thot paksimi i dietarëve dhe vdekja e tyre. Dhe nuk ndodh Kiameti derisa nuk shpeshtohen dridhjet e tokës. Dhe nuk ndodh Kiameti derisa të afërohet koha. Në afrimin e kohës dietar kanë thonë shumë komente, një ndër to ka thonë se e keqja ka më përhap si në lindje si në perëndim, thuaj se në çdo vend ka më përhap e keqja, si kur të mbijetosh në lagjen tënde apo në vendin tënd. Apo afrimi i kohës kanë thonë disa dietar, a që ka mundësi njeriu të udhëton një pjesë të ditës prej lindjes në perëndim. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ndodh Kiameti derisa të përhapen sprovat dhe të shtohet mbytyja. Pra vëllezër të ndershëm, s'ka dyshim se këto janë një ndër shenjat e vogla, siç kanë thonë dietarët, që kanë ndodhur dhe përsëritet. Me bon dëgjon e këtë hadith që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: bejne jedej sa mautanun shedid. Para ardhjes Kiametit ka me pas vdekje të shumta. E pas vdekjeve të shumta, vite radhazi dridhje të tokës. Ku disa ngje dietar e kanë komentu vdekje e shumt, vite të cilët i përjetuam dhe i lam pas nesh, pas t'i revijojnë vite të dridhjes e tokës. Edhe pse vëllezër të ndershëm, statistikat tregojnë se 4 herë më shumë në shekullin 21 është dridh toka, në shekullin 20 është dridh toka, më shumë se në shekullin 19. Sipas statistikave në shekullin 20 toka është dridh lëkundet, s'ka dyshim se shumë herë. Derisa statistikat do tregojnë se për çdo ditë lëkundet së paki toka 50 herë në ditë. Mirë po ne nuk po flasmi për këto lëkundje që njeriu nuk i heton, por flasmi për lëkundje që lën pasoja pas tyre. Pra në shekullin 20, afërsisht 55 herë kanë ndodhur dridhja e tokës që kalon pasoja pas vete,
afërsisht prej 1 milion e gjizë deri 2 milion viktima, që të regohat se 4 herë më shumë është dridh toka se sa në shekullin 19. Dhe tema jo nuk kanë që të ndalmi dhe të bëjmë statistika. Mirë po pejgamberi Allahu na tregon me një hadith, ko jo trejdua një sahabio që këtë hadith e kanë nxjerr Imam Ahmedi e Abu Daudi. Dhe sahabio i quajtur Abdullah ibn Hawal, nën dorën pejgamberi Allahu mbi kokën e Abdullah ibn Hawalit dhe i thot: Ja Abdullah, nëse shef se khilafeti ka zbrit në tokën e shenjtë, pra khilafeti do të vjene vëllezër të ndershëm në tokat e Shamit, dhe do të marrin mend se dridhja e tokës bashkohore që është, nuk është që dridhje që kalon pasoja vetëm këto toka që ka ndodhur. Mirë po pasojat e këtij tërmeti të hatashëm kalon pasoja dhe do të lënë mbëmbar botën. Pra me një fjalë, nuk është dridhë vetëm toka në këtë vend, mirë po mone men dhe regjistrone, se nuk kalojnë as 5 vite deri në 10 vite, as një qeveri e cila mbijeton sot, nuk do të jetë në vendin e tyre. Pra i ka dridhë edhe i ka hulëkund edhe po shtetet e mbar botës, ko pritë të vëllezër të ndershëm, lusmi Allahun Azza wa Jall që Allahu ta ngrit sprovën e cila është edhe më e hatashme, janë tsunamet dhe varshimet si pasoj e këtij tërmeti. Megjithatë Allahu Azza wa Jall ban atë që don. Pra ne nga mësimet që mujmë t'i nxjerrmi nga këto dodhi, e para është që të njihemi me krijuesin tonë, që Allahu Azza wa Jall, fuqia Allahut Azza wa Jall është absolute. S'ka kush që sfidon fuqinë e Allahut Azza wa Jall. Para të Allahu Azza wa Jall në tërheq vërejtë në Kurani Kerim dhe thot: Amintum men fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. A aq jeni të sigurt nga ai që është në qiell se s'ka mundësi juve me ju golltit toka kur ajo dridhet dhe të lëkundet? A jeni të sigurt ju se kur të bini me fetë këtë dunja s'keni mundësi të zgjoni në ahiret? A jeni të sigurt ju se kur jeni në punë tuaj dhe s'keni mundësi mo të shihni me antarët e familjeve tuaj? Pra vëllezër të ndershëm, dohem të kuptojmë fuqien e Allahut Azza wa Jall absolut, nga se një pjesë e krijesave të Allahut u bahnitën me teknologjinë dhe përparimin dhe fuqinë e disa pushteteve të cilët i sundojnë disa vene. Mirë po Allahu Azza wa Jall na tregon në Kurani Kerim për një popull që ka posedu fuqi absolute. Megjithatë Allahu Azza wa Jall atë popull e shkatëroi me tërmet dhe me erë. Dhe kja është populli Adi, të cilët thanë: Men ashaddu minna quwwa, a ka fuqi, a ka super fuqi më të madhe se na? Allahu Azza wa Jall i përgjigjet atyre dhe të ngjajshme me ato dhe tha: Awalam yaraw anna Allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. A nuk janë ata ka e shohin se ai që i ka kriju dhe ai që i ka dhonën inteligjencë, ai që i ka mundcu atyre të zhvillohen, është ma i fuqishëm se to. Kua teknologjia e botës që të paralajmëron për ardhjën e tërmetit, mos të flasmi që të sfidon apo të ndal tërmetit. Ku janë këto fuqit absolute vëllezër të ndershëm? A mendoni se holandezi i cili del dhe parashikon dhe thot ka me ndodh, kurse këto janë lojrat e inteligjencës të cilët kanë ndërhina ndryshimin e datës për t'i tregu dhe për t'i menjanu mbar botën nga krijuesi tyre. Pra këto lojra janë të ndita dhe janë të ulta për ata të cilët njihen me këtë teknologji, dhe se sa kanë mundësi që t'i ndryshojnë datat apo s'kanë mundësi. Po megjithatë neve nuk na intereson kjo për çka se
para lajmëroni se nesër ka me ndodh tërmet, dhe ne iftojmë fuqit absolute të cilat tentojnë të mbizotërojnë botën, apo të zhdukin njerëzimin, le të sfidojnë Allahun Azza wa Jall, le të ndalin tërmetet, le të ndalin tsunamet, le të ndalin ata të cilët Allahu Azza wa Jall është i cili e tregon fuqin e tij. E dita vëllezër të ndershëm, nga tërmeti mësuam se vërtet ne kanë shmi shumë të dobë, derisa sikur toka e jon dridhet në kom tona, nuk kemi mundësi ne të mbijetojmë mbi ta, nuk kemi mundësi ne të gjallërojmë në ta, nuk kemi mundësi ne të punojmë mbi ta, nuk kemi mundësi ne të përshojmë mbi ta. Pra Allahu Azza wa Jall është i vetmi i cili e ka bot tokën të qetë dhe e ka bot tokën që nxjerr çdo sen që i nevojitet njerëzimin. Pra si kur Allahu ta lëkun tokën vëllezër të ndershëm, a kishmi pas mundësinë të ndërtojmë pallatët tona? A kishmi pas mundësinë të krenohemi me pallatët tona? A kishmi pas mundësinë që ta shpenzojmë pasurinë jetësore për pallatët e ngritura? A do të kishmi pas lumturinë në familjet tona? A kishmi pas mundësinë të difromën ata? Huwa alladhi ja'ala lakumul arda hauna. Allahu Azza wa Jall është huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Është Allahu Azza wa Jall i cili ne ka nënshtruar tokën. Kush është i cili ka nënshtruar tokën tonë? Kush është ai i cili që e ma pallatin tonë? Kush është ai i cili e ka drejtu themelin tonë? Kush është ai i cili me ramendja jote nuk lëviz apo nuk të mirën mend duke ecë në rrugën tonë dhe në sokakin tonë? A nuk është Allahu i cili thot, është Allahu ai që ju ka nënshtruar tokën, pra ecëni sipërfaqen e tokës, mirë po mos e adhuroni tokën, adhuroni Zotin e tokës, nga se Allahu thot wa kulu min rizqihi, hanë rizkin e Allahut, e jo rizkin e tokës. Çka do të hajnë ata të cilët janë nën pallatet e shembur? A kanë mundësi ata të zhvillojnë jetën e tyre në këto pallat? A kanë mundësi ata të grumbullojnë dhe të vrapojnë mas asaj të cilët ne po vrapojnë? Pra kjo është mësimi madh i cili duhet të mirët, që ta dim vëllezër të ndershëm, ai që e boni tokën të përshtatshme për jetesë, ai cili na qetësoi tokën, ai që i nguliti kodrat që toka mos të lëvizë, ai që e urnon tokën që mos të lëvizë, ai që na i përshtati tokën, është Allahu që na thërret në adhurimin e tij. Megjithatë, ne jemi ata të hutuar që kemi harru krijuesin e tokës dhe mendojmë se toka ka mundësi të na jape pa lejen e krijuesit të tij apo të saj. O i dhrohet toka vëllezër të ndershëm, kur ti dhrohet toka, s'ka mundësi të bije mbi ta barim e mos flasmi që të fitojsh apo të grumbullojsh mbi ta. Dohet ki mësim të ngolitet në zemrat tona dhe ta kuptojmë se Zoti është ai i cili na qetësoi tokën, pra nëse Allahu është ai i cili ka bën këtë mirë ndaj nesh, a nuk jemi ne rob të Allahut, që a nuk e meriton Allahu, që Allahu ti përgjigjemi Allahut Azza wa Jall kur ai na thërret. Dhe kjo është mësimi tjetër që mirët, nuk ndodhin këto bela dhe sprova vetëm si pasojë e rebelimit ndaj Zotit ton. Për fat keq dhe ata të cilët duan që njerëzit në këto situata ti tërheqin dhe ti drejtojnë zemrat e tyre drejt krijuesit të tyre, na dalin dhe na thojnë se kjo mos gaboni me Ibn Hidbe dhe me thonë se anë dëshkimi Allah. Na e kuptojmë shumë mirë vëllezër të ndershëm, se rahmet, është mëshirë,
është gradim, është lartësim, vetëm jo për të gjithë, për ata të cilët e njoftën Zotin e tyre, për ata të cilën nuk e harruan hakin e Zotit të tyre, mirë po s'ka dyshim se është ndëshkim për ata që u rebeluan ndaj Zotit të tyre. Gone Omer ibn Khattabit, Omeri u frikte se shkaku i dridhjes tokës janë gjunat, nëse në kohën bashkohore, ku është me njanu ligji Allahut, ku nuk zbatohet ligji Allahut Azza wa Jall, dhe gjithë mëkatët janë shfaqsi për faqen e tokës, ne nuk frigimi se kin dëshkim ndoshta pasoj i asaj që cilët ne e bojmë me dur tonë. Omer ibn Khattabi thënë të banorëve të Medinës se edhe njëherë nëse toka dëridhet, Omer ibn Khattabi do të hike prej Medinë, nga se Omeri e kuptonte se kjo është pasoj si ndëshkim prej anës Allahut Azza wa Jall për ata të cilët Allahut i bojnë gjuna, mirë po mos harroni se ndëshkimi ahiretit është edhe më i tmerrshëm. Për atë Allahu Azza wa Jall thot Kurani Kerim, linudhiqahum adhabal adna dun al adhabil akbar. Ka mundsi Allahu Azza wa Jall besimtarin e ndëshkon me një lloj dënimin këtë dunja që mos ta përjetojë ndëshkimin e ahiretit. Dridhja e tokës dhe të ndërshëm neve na i hatëron ditën e katastrofës që thot Allahu Azza wa Jall. Kurani Kerim, ja ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-saati shay'un azim. O njerëz, keni dëro dhe tut Allah, dini se katastrofa dhe tërmeti i ahiretit është i tmerrshëm. Dini se tërmeti i ahiretit është i tmerrshëm. Çka mendoni vëllezër të ndershëm, vetëm disa minuta apo disa sekonda nëse dridhet toka në tmerromu, kurse në një vajetin e Ebu Hurejrës, dridhja e tokës para ahiretit ka me zgjatën 40. E pyetën Ebu Hurejrën dhe i thanë, 40 ditë, apo 40 muaj, apo 40 vite, tha nuk e di. Pra kjo është koha ku Israfili i frinë surit, dhe në këto qaste dridhet toka, ko edhe kodrat janë që shemën, kodrat bëhen pluhan vëllezër të ndershëm. Fatë Allahu Azza wa Jall e përshkruan këtë ditë dhe thot, ja ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-saati shay'un azim yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'a kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhab Allahi azim. Të ditën kur i shef njerëzit të hutuar, që dhe gruja që e kanë gjin fëmijën e vetë e hedhë, dhe gruja shtatzone e hedhën gjithashtu barën e saj, dhe i shef njerëzit sikur që veprojnë sikur që janë të dehur, mirë po vërtet ata nuk janë të dehur, mirë po ndëshkimi Allahut Azza wa Jall është i madh. A i keni pa disa sekonda dhe disa minuta vëllezërit tanë të cilën hutohen se nuk din se ku a dera, nga të dali dhe ka që mësin. Pa do leo të ndershëm, gjithashtu mësuam se Allahu Azza wa Jall për njerëz të cilët i donë Allahu Azza wa Jall i lartëson dhe i zgjedh. Thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, wa yattakhidha minkum shuhada. Allahu Azza wa Jall nëse shef mirësi tek një njeri dhe ai s'ka mundësi këtë mirësi dhe këtë shkallë dhe këtë gratë ta arrite me veprat e tij, Allahu Azza wa Jall ka dëshirë që të shkonte Allahu shahid. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall i sprovon dhe tha pejgamberi Allahut, pe shahidat janë 5 lloj, njëri nga ato që i zënë muri, pra cilët janë ato vëllezër të ndershëm, janë namazlit, janë ata që Allahut i kanë bërë sejdë, te Allahu Azza wa Jall kanë shku shahida, që të çlodhen nga lodhjet e dunjas, shkojnë te Allahu Azza wa Jall të gëzohen me mirësitë e Allahut Azza wa Jall. Kaluan 13 vite afërsisht. Njerëz të hutuar nuk din se ku të rrinë.
i dëbuan me mizori dhe me padrejtësi nga vatani tyre, nga vendlindje e tyre, o tuan dhe njerëz kur të vendosën, mirë po Allahu Azza wa Jall, lodhjet raskapicet dhe mundet e tyre, nuk i qoj bosh, mirë po Allahu Azza wa Jall i gratoj dhe i lartësoj, ku ne shpresojmë që Allahu Azza wa Jall, Sirian të cilët kanë qenë refugjat, të cilët kanë qenë ibadetxhi dhe kanë qenë musliman, Allahu Azza wa Jall t'i ketë larsu dhe t'i ketë pranu shahida, gjithashtu dhe një koqirët e tyre, që 13 vite nuk u banën kooperacën dhe i tyre, i strehuan, sakrifikuan, ditën kur nes kishmi mundësi dhe sot e kësaj dite, kur jemi bo me mec ndaj hakit të tyre, kur s'kemi trimri dhe kur s'kemi guxim, që të flasmi për vëllezërit tanë, e as që lutmi Allahut Azza wa Jall për halin e tyre, ata i thien gjithë këto barjera dhe i banën konak atinve të cilët i kanë hak. Allahu Azza wa Jall bashkarisht ato i gradoj në shkallat më të larta të xhennetit të tij, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur dale shpirti besimtarit, ngritet lart në qiell, ndërhin familjar që të pyesin për të afërmit e tyre, me lagjet i ndërprejnë ato dhe i thojnë, leni të pushojnë, se kanë ardhur nga një botë e lodhshme. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall t'i çlodh ata. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i gradon në shkallat më të larta të xhenneteve të tij. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Aisha e pyet pejgamberin Allahu dhe thot, ja Rasulallah, nuhleku wa fina salihun, a ka mundësi që të në ndodhe një tragedi, a ka mundësi që ne të shkatëromi dhe në mesin tonë nëse ka njerëz të mirë, ndëgjon e vlezër çka u përgjigj pejgamberi Allahu, tha po i Aisha, ka mundësi që të ndëshkon dhe të mirët, nëse në mesin e tyre ka mujt e keqja të mirën, dhe nuk ka mundësi e keqja që ta muan të mirën, vetëm për çkak se ata që janë dash me urnun në të mirët, dhe në ndalun nga e keqja kanë hesht, para thot pejgamberi Allahut, nëse e shifni një zullumqar dhe dini se është duke bo zullum, nëse e shifni një mëkatar dhe dini se është duke bo mëkat, ndalon nga zullumi dhe nga e keqja e tij, se për ndryshe ka me ardhur ndëshkimi Allahut dhe juve kam ju kap. Allahu na rujt. E njëri prej neve pyet dhe thot, a nuk janë ato njerëz na shpresojmë se njerëzve më të mirë në tokat e bekuara më të mira, është e vërtet? Për këtë arsye Allahu i sprovon ato më shumë që i don. E pse s'pi ndodh atinve që janë më të ligë se tokë? Dëgjone çka u përgjigj pejgamberi Allahut, kur e pyetën pejgamberin e Allahut thuajse me të njëjtën pyetje, tha pejgamberi Allahut, nëse e shifni që Allahu Azza wa Jall e gostit e nderon dikan me të mira, mirë po ai është ende në mëkat në gjuna, dine se Allahu Azza wa Jall don këtë njeri me zhgënje, si e zhgënjen Allahu këtë njeri. A pejgamberi Allahut e lexoi fjalën e Allahut Azza wa Jall në suratul An'am, që Allahu Azza wa Jall tha, falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alejhim abwaaba kulli shay. Ata kur harruan porosit Allahut, kur harruan ibadetin e Allahut, kur harruan Zotin e tyre, kur harruan fen Allahut Azza wa Jall, atare Allahu ja hap mi tha dirë të mirësive të dunjas të përkoshme çka dojnë ata. Hatta idha farihu bima utu, derisa kur të vene dita e gëzimit, manifestimit, dita e kërenimit, akhadhnahum baghtah fa idha hum mublisun, ne do t'i shgënjejmë ata, ne do t'i ndërshkojmë ata, ditën kur ata nuk e presin ndërshkimin e Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye mos mashtrojnë të mirët e Allahut përderisa je në rrugën e keq.
Mos mashlojnë mirët e Allahut Azza wa Jall përderisa je larg Allahut tanë. Ktheu te Allahu, jo se Allahu nuk I çon këto, vetëm varej që neve që të kthehemi te Allahu, që ti frikmi Allahut, nga se nga çdo kush që frikesh hik prej atij, vetëm nëse I frikesh Allahut Azza wa Jall I afrohesh atij. Obligimi jonë vëllezër të ndershëm moral dhe fetar këto ditë është që të zgjatëmi ne dorën e bujarisë ndaj vëllezërve tanë. Thot pejgamberi Allahu, kush ja largon një brengë vllavit vet këtë dunjë, Allahu do t'ja largon brengat e dunjas dhe ahiretit. Kush I ndihmon një vllavit të vet sot në këtë dunjë, Allahu do të ndihmon atë në ahiret. Dhe Allahu është ndihmën e vllavit të vet. Përderisa robët e Allahut Azza wa Jall janë ndihmë, përderisa robët e Allahut janë ndihmën e vëllezërve të vet. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i ndihmon ata dhe të bën sebeb që edhe ne të ndihmojmë ato, që Allahu të në ndihmon neve dhe të largojmë një mbrenga ato, që Allahu të në I largon mbrengat e dunjas dhe ahiretit. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.